Oh, mos! Çfarë bëra unë kështu? Thomas! Jemi te ndërtimi I linjës së re. Marian, po ndihmonte në hapjen e kësaj rruge. Shkëmbi? Oh, sa mirë! Oh, ç'kemi, Donald? Luajmë lojën gjeje çka në kopën time? Oh, më vjen keq! Nuk kam kohë për shaka dhe lojra. Oh. Oh, përshëndetje! Ti atje, përshëndetje! A luajmë lojën gjeje çka në kovën time? Por unë në kovë kam vetëm gur dhe balt. E di, por është argëtuese dhe mund ta luaj me radhë. Më fal, e si e kishit emrin? Unë jam Marian. Gëzohem që ju takoj. Dhe ju jeni? Unë jam Oliveri. Oliver? Por... Ti nuk mund t'i jesh Oliver, por ti sikur duhet ishe një lokomotiv. Jo, unë nuk kam qenë lokomotiv, por kam Si qenë... u ktheve në një gërmues, në një eskavator? Jo, Marian. Jo, nuk mund të ndodhë në të vërtet. Oh, magji! Janë lokomotivat e vogla, si kur ta dija, ato janë magjike. Oh, edhe ti absolutisht ja dole. Ti shprehe një dëshirë dhe ato të kthyen një eskavator si unë. E po, nuk të vë faj. Ndoshta edhe unë duhet të shpreh një dëshirë. Oh, po çfarë dëshire kam unë? Pa të mendohem, do të duhet që të lundroja në ujë ose ndoshta të fluturoja. Oh, po! Oh, që më gjeti kështu? Kontrollori bullafiq u mërzit shumë kur zbuloi se ç'kishte bërë Thomasi. Oh, Por nuk ishte faji im, zotëri. Gordon do të ketë qenë tek platforma e gabuar, zotëri. Ndërkohë Emily po apoi me shpejtësi. mjaft më, Thomas. Nuk ishte as faji Gordonit dhe as I Emilis për këtë aksident. Ishte faji yt. Por Më unë... dëgjo. Ti duhet kalosh sa kohë duke drejtuar vagonët tek kantieri I ndërtimit. Tek kantieri I ndërtimit, çfarë po thoni kështu, zotëri? O të çoj që të punosh tek linja e re, Thomas. Jo, mund të ndihmoj që të ndryshosh sjelljen tënde të pacip. Por zotëri, po me linjën time çfarë do të bëhet? Linja jote? Më duket se atje më kanë çuar për të punuar.